Tre djemë që gëzojnë të tre shëndet të plot janë fëmijët e parë që kanë ardhur në jetë në maternitetin e Pogradecit bashkë me vitin që sapo hym, 2017. Të qerat e tyre kanë përshëndetur orët e para të vitit të ri, si për të na falur refrenin më të bukur për gjithë. Lindjet kanë shkuar mirë, ndërsa nënat e reja ende s'kanë menduar emrat e bebave të tyre. Atëherë jeni lindja e parë për këtë vit, si ndjeni? Shumë e lumtur. Çfarë keni sjell jetë? Kam sjell një djalë. Të shëndetshëm. Të shëndetshëm, 3 kg gjysmë. Ti uroj. Me çfarë mbiemri jeni? Merita Bakollari. Hajde gëzuar vitin e ri dhe mbarësi. Faleminderit, gëzuar dhe ju, qoftë një vit të mbar. Faleminderit. Lindja e dytë për 2017-ën. Edhe ju me djalë me sa ka marrë vesh? Po. Gëzon shëndet plot. Po. Me çfarë mbiemri jeni? $2. Jeni nga Pogradeci? Resmi $2. Jeni nga Pogradeci? Po. Gëzuar edhe mbarësi. Faleminderit. Jeni lindja e tretë e këtij viti. Lindja e tretë. Edhe ju keni sjell një djalë. Po një djalë. Të shëndetshëm. Faleminderit. Ti uroj me jetë. Faleminderit. Nga jeni? Nga Pogradeci. Gëzuar. Gëzuar dhe ju. Me çfarë mbiemri? Beqiri. Gëzuar. Gëzuar dhe ju. Normalitetin e lindjeve dëshmon edhe mjeku i cili asistoi në lindjen e fëmijëve. Edhe ne si gjithmonë, si të Republikën tërmjekët janë kryet detyrës pavarësisht festave dhe gëzimeve familjare dhe ne jemi detyruar t'i lejmë shpeshherë në mes ato dhe të vim të bëjmë shërbimin tonë këtu. Janë 3 lindje për këtë vit, 3 Si vjetë kemi nisur mbar me 3 lindje deri tani, që në mëngjes, që në 12 të natës, dhe të 3 janë çuna. Shpresojmë ky vit na shkojë mbar për më shumë lindje. Edhe le të themi më shumë mirësi në familjet pogradecare. Gjithashtu. Ju uroj gëzuar edhe juve për shumë vjet, gjithë popullit Pogradecit, gëzuar e një vit i mbar. Mbarësi është lindja e djemve, ndërsa urojnë që 2017 të jetë një vit po kaq i mbar për gjithë ne.